Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në studio, Ema Andrea, kënaqësi që të kam. Kënaqësi që erdha, faleminderit për ftesën e për vëmendjen. A di sa kam marrë partën të kjo studio? Me një shfaqje të mrekullueshme që mendoj që ishte edhe risi për publikun shqiptar, sepse ndërthurte muzikën, fjalën, filozofin. Kjo historia e ushtarit në fakt mori vëmendjen mediatike këtë radhë dhe mua më pëlqen. Është hera e dytë që vjet në Shqipëri, se po përsërisht me Florian Vlashin e kemi vënë më shumë se 10 vjet më parë. Ka qenë një festival në Durrës, e organizonte vetë Florian Vlashi dhe më ftuan me një orkestër spanjolle. Sa herë ishte orkestra e ansamblit të Ishte orkestra po, dhe me 2-3 element të ftuar, përveç Florianit, me 2-3 element të ftuar, sepse është një vepër e vështirë, në gjithë instrumentat e saj, në përgjithësi do kurajo, këte kam të dëgjuar nga dhe të vërtetuar nga profesionistët e muzikës, të cilët Stravinski, kjo vepër e Stravinskit nuk është gjitha që lehtë për ta marrë përsipër. Dhe dihet se sa e vështirë është dhe rruga e komunikimi me muzikën klasike dhe me instrumentistët dhe profesionistët e muzikës klasike në përgjithësit muzikës klasike. Unë jam rrit me muzikën klasike, sa do të shkoj tek moderni, avangarda, eksperimenti, provokimi. Sepse ti e ke kërcyer mbi të gjitha muzikën klasike. Vazhdoj ta vlerësoj si tillë dhe mbi të gjitha artistët që luajnë muzikën e impenjuar, që dedikojnë jetën dhe janë pothuajse në hije. Sa herë ka mundësinë do doja shumë të bashkëpunoja me ta në atë poezinë e munguar të shoqërisë tonë, që mungon skenës e shoqërisë. E kjo ishte vepra e duhur, me thënë të drejtën, sepse e çon muzikën e impenjuar tek publiku dhe tek ai që nuk është i mësuar, dikush se ka refuzuar, dikush se ka pas mundësinë ta njohë. Sepse tek ai që nuk është i mësuar, i e mësuar, kjo vepër shkon përmes fjalës. Është një rrëfenj faustiane, natyrisht bazuar në një prallë të vjetër, mbi tundimin e zgjedhjes që kemi ne në jetë, të mirës dhe të keqes, ku ushtari në rrugës për të kthyer në shtëpi është pak edhe odiseane, i shet violinën djallit, ja dhuron violinën djallit në këmbim të mrekullive pragmatike të pasurisë, tregtisë, në fund kupton që ka gjithçka po s'ka dashurinë. E nuk mundet ta kthej mbrapsht, sepse është një gjë që kur ti ke humbur shpirtin, e ke shitur, e ke humbur, tepër e vështirë ta kthesh të paktën pa kushte të rënda siç mund të jetë vdekja. Dhe ishte rrëfyer shumë bukur në Vargje, ka versione të ndryshme nga artistët më të mëdhenj. Kush e ka përkthyer në këtë rast? Në rast erën e parë e ka përkthyer babai i Florit, Gjergji Ndjeri, dhe këtë radhë vetë Flori e ka ripunuar veprën, sepse është një varg i cili të lejon, është varg i thjesht, por të lejon edhe të vendosësh, në gjitha versionet nëse e dëgjon. Të bësh pak tradutore, traditore. Sepse do të gjesh edhe se si ndahet vargu në raport me ritmin muzikor, të paktën momentet kur aktori është i lidhur me muzikën. Dhe nëse i dëgjon të gjitha versionet, nga Jeremy Irons e deri tek në frëngjisht, në anglisht, sa e dëgjon e kupton që diku ka ndërhyrje të cilat i shkojnë për shtat imazhe që ka ndërmend regjizori të ndërtojnë mbi komunikimin përmes kësaj vepre. Nuk ma ka pritur mendja, unë e kam ndjerë që funksionon si vepër, po nuk ma ka pritur mendja që edhe në këto 2025 se ka ndruar vëmendja, ka ndruar dëshira e publikut. Ka ndruar edhe publiku vetë, është një publik tjetër. Mirë, po ky paragjykim ishte problemi imi, frikë më sakt, ishte problemi imi, sepse vepra sërish komunikoi shumë bukur, sërish komunikoi me të pandërgjeshme në kujdo që erdhi për të dëgjuar veprën dhe për të mos vënë shkopin se kemi edhe kështu nga këta gjykatësit e rrep të... Jo, nuk janë, kusha nuk është gjykatës, kush kritikon, po, është dashamirës. Dhe kështu që funksionoi shumë mirë. Unë jam rri me shpresën që me që tani unë ngritë sepse provat u kryen, muzikantët janë gati dhe nëse do duhet të kthej kjo vepër, do duheshin shumë pak kohë. Dhe do duhet të kthehet sepse ka pasur vetëm 3 premiera, në Vlorë, në Tiranë dhe në Durrës. 3 takime për publikun dhe që janë shumë pak sepse në Tiranë një u improvizua dhe një i dytë. Publiku i kufizuar, domethënë, në shfaqje. Nuk ka qenë i kufizuar publiku në shfaqje. Sallat kanë qenë të tilla
tilla që deri tek 150 vetë. Në nuk është më e lehtë edhe të kesh sallën e ditët që përkojnë në rastin tonë edhe me ardhjen me ditët tona të lira. Është një kalendar që gjithnjë më tepër nuk mund ta improvizosh, bëhet i vështirë. Dhe është një vepër që mund të rri kudo, mund të rri edhe në salla maestoze, por mund të rri edhe në salla të vogla. Do t'ishte kurajë shumë e madhe të cilën tani dhe mund t'a kem që t'a qoja në sallë të madhe. T'a qonim në sallë të madhe si projekt. Por mendojmë se tani që është ngritur, pra ka kaluar faza e provave, lehtësisht është i kthyeshëm për mua edhe një sezon veror mundet të bëj shëtitje ndër qytete. Ema, kjo është një vepër nga 3 veprat kulmore konsiderohet të muzikës së dhomës. 3 më të mirë. Stravinski e ka shkruar në një periudhë lufte kur bota nuk ishte kjo që është sot. Megjithatë ti thej që kjo ka se çfarë komunikon për publikun. Po sepse gjithmonë. Po sepse tekstualiteti mbetet i njëjtë. Pikërisht për çfarë kanë humbur. Dhe mund t'i flasi edhe një periudhë agresive siç është lufta, ku njerëzit për arsye që nuk varen prej tyre po do të përdorja gjuhën e letë, shesin shpirtin, i gjejnë rrugën e shkurtër, por nuk besoj se lufta që më pak e dukshme në cilën jeton sot e gjithë bota, në agresivitetin pasiv, se nuk është i dukshëm se nuk ka ty me plumba, por krejt agresive dhe shumë e lehtë është bërë si përmarrja e rrugës më të lehtë ku ti shkele kalon, ku nuk njeh as rregull, as miqësi, as investim njerëzor dhe shpirtëror, por i vetmi investim që njihet në marrëdhëniet tona është investimi i interesit pragmatik, dhe këtë po e vërej çdo ditë më tepër në çdo marrëdhënie. Besoj se funksionon, komunikon, për cilin do që do kishte dëshirë të kuptonte. Se kush nuk ka dëshirë të kuptojë, jo Stravinskin s'ka për të kuptuar, po se nuk kam brit me kuptu as prallën e gjyshës, nuk kam shtë bëj. Ky interesi pragmatik i ka shkatruar marrëdhëniet sot? I ka bërë mediokre. Apo i ka bërë më të ftohta? Për mua mediokre. Unë gjendem fatkeqësisht e njëri dhe në këtë moshë mësoka, se çfarë do të thotë mungesë kuraje qytetare për me thënë atë që mendon. Se çfarë do të thotë të pranosh që nuk jemi dakord dhe prapë të bashkjetojmë. Në një projekt apo në një ide, në rrugë, në një qytet, dhe të respektojmë mendimin e tjetrin deri ku nuk ka përcen kufit e fyerjes, lëndimit, vrasjes, deri ku nuk ka përcen lirinë e tjetrit. Ne mendoj se duhet ta respektojmë në të gjitha marrëdhëniet. Atë që ne sot quajmë korrektesa apo qytetari. Po mungon çdo ditë më tepër sepse nuk e di se ndoshta është e thellë. E do duhesh në orë të tëra. Nuk kam kurajën të them sepse. Por unë besoj dhe do të përpiqem gjithmonë të luftoj, nëse arti quhet luftë, të komunikoj që këti pasazhi nga prej lindem deri kur do ikim nga kjo dritë që njohim, të japim një kuptim njerëzor bashkë me të tjerë, se nuk ditë këtë që një lumtur njeri nga zgjedhjet pragmatike, qoftë ata që ja kanë dalë me pas një karrierë për të tjerët lavdrueshme. E vërteta në fund fare është e trisht, që ata e din. Ema, ti hyn tek ato aktore që gjithmonë kërkon forma të reja komunikimi, që gjithmonë nuk vjen me role që përsërisin veten. Domethënë, nuk e di tani, a je ti ajo që i nxit regjisorët apo ata që ngren në këmbë një shfaqje për rolet veçanta, apo të kërkojnë ata ty duke i ditur këtë pjesë të karakterit edhe të formimit tënd. Po, në rastin konkret, çfarë kishte për ty ndryshe kjo shfaqje? Në rastin konkret, unë jam pjekur, natyrisht jam pjekur edhe si aktore. Raporti im me rrëfenjën ka ndruar, jam më performative me rrëfenjën dhe të kuptuarit tim se ku duhet të enfatizoj momentin, ka ndruar. Sepse kuptoj shumë thellë çdo të thotë të vështrosh një moment, të shohësh që e ke humbur dashurinë, të ulësh kokën, e të shkosh drejt djallit. Për mua ka tjetër dimension tani, dramatik. Pra, zemërgjërsia me cilën ndaj pa frikë ndjesitë e mia, ka tjetër dimension në këtë rrëfenjë. Nuk kam nevojë të fshihem pas një karakteri. Më fshe vetëm mikrofoni dhe muzika. Ndërsa, përsa i përket, të mbin mirë që e ke bënë re, në karierën time janë të dyja.
Shpesh kam qenë unë që kam nëzitur të kaloj kufit, kufit e sigurt, fuse dhe kufit e vetes, dhe shpesh kanë qenë regjizorët që më kanë besu edhe së bashku kemi kriju, kemi ka përcy kufin e secilit, pra të një krijimtariet për bashkët. Unë trishtohem edhe nuk mundem të jem pjesë e formateve krijuese të cilat mua s'më thonë asgjë, të cilat nuk shtyjnë, nuk më frymëzojnë. Nëse një situatë krijimtarie nuk më frymëzon, për mua është trishtim dhe më beso drame madhe, të cilën e vuaj për gjatë gjithë kohës deri kur vjen fundi i produktit. Sepse prej vitesh, për mua s'ka pas rëndësi produkti, ose më saktë ka më pak rëndësi produkti se sa procesi. Produkti ka pas rëndësi dhe vazhdon të ketë rëndësi nëse tema që për çfarë luaj besoj dhe nëse ka kurajon me shku në të pandërgjegjshmen publikut. E këtu fillojnë sfida ime. E nëse mua si aktore më sfidon me ka përcy limitet e mia. Kjo pastaj është bonus në çdo shfaqje, nëse e kam edhe këtë, kur mbesoj diçka që kur si Mefisto, që s'm ka shkuar ndonjëherë në mend se mund ta kem në karrierë. E një regjizor, se natyrisht duhet edhe një regjizor frymëzues i qartë, filozof, artist, që të shtyt, të sfidojnë që ti të shtysh kufin të tu, të punosh për. Dhe Fausti rikthehet sërish në teatrin kombëtar. Të kisha dash të kthej më shpesh, natyrisht që varet nga agenda e teatrit. Më vjen mirë që po e rikthejnë, se nuk ndodh shpesh një shfaqje pasi ka kalu një sezon të kthehet. Teatri Metropole ka bërë shpesh, po më vjen mirë në prezent. Teatri kombëtar ka më shumë shfaqje, më shumë data të zona. Mbase, nuk jam aq e vëmendshme. Në rastin tim më vjen mirë që po rikthehet. Se nuk jam aq e vëmendshme, më pëlqen këtë për herë të parë. Nuk jam e sigurt, por më vjen mirë që Fausti po kthehet dhe uroj që të marr pjesë në festivale ndërkombëtare, sepse krejt e ftohtë, pra jo sepse jam pjesë e kësaj shfaqje. Po pra se kam eksperiencë bashkëpunimesh ndërkombëtare, përballjesh ndërkombëtare, me produktet e mia, si aktore dhe si producente. Jam e sigurt që në festivale një produkt si Faustit minimumi nuk del pa shenjë, pa shenjuar festivali. Dhe do t'ishte mirë, besoj, për produktet shqiptare të shenjoheshin me analog të tyre në arenën ndërkombëtare. Nuk është vetëm çështje krahasimi, por është çështje të rrisësh veten, ose të shikosh se ku janë kufit e tu si institucion, si kolektiv, si gjithë çakahje, qasje ke me artin. Dhe rikthimi i Faustit në teatrin në skenë shënon edhe rikthimin tënd në skenën e teatrit kombëtar, sepse ke qenë ti e pak nga ato si ai teatri shëtitës, ti me këto projektet e tua u thon kudo, veçanërisht në Europë, në rajon, me shfaqjet e tua, mbaj mend ato shfaqjet me Dino. Nëna dhe fëmia me Dion kemi marrë, me Mustafiqin. Dino është një nga të regjizorët e tjerë të cilit më merr malli të punoj. Dhe eksperienca e fundit e jotja ishte në Kosovë. Po, ka qenë një eksperiencë me Qendrën Multimedia, sërish një eksperiencë ndërkombëtare, sikundër se kanë qenë dhe dy të mëparshme, në të cilën bëj fjalë për faljen, si akt politik, social dhe individual. Një produkt bashkëpunimi me Afrikën e Jugut si prodhim, dhe i cili do të bëj edhe, besoj se do të vazhdoj si projekt, përsa do të vazhdoj të ketë një turne evropian, do të vazhdojnë, po ciklin tim e mbylla me këtë projekt. Ndryshon publiku i Shqipërisë me atë të Kosovës? Është ai më afër teatrit? Jo. Jo, nuk ndryshon. Ne kemi pas gjithmonë idenë. Jo, ata e ndjekin teatrin, po dhe publiku e ndjek teatrin. Njësoj kanë qasjet kolektivi aty me çdo gjë që ndodh, por ajo që ka ndryshe në kolektivi, në gjithë rrethin artistik, është ata për kauzat përbashkëta janë bashkë, dhe edhe bashkë jetojnë dhe pse s'jam dakord. Ne i kemi pak ekstreme reagimet me njëri tjetrin, ata mund të bashkëjetojnë edhe pse s'janë dakord me zgjedhjet e njëri tjetrit, me artin e njëri tjetrit, me pak fjalë.
nuk i kanë marrëdhëniet, nuk i lënë të rrëzohen në nivelin banal marrëdhëniet. Tregon një formë të civilizimi më të lartë se ne. E kanë marrëdhënien më qytetare. Të mungon filmi, me qënë se ti je, tani e dim gjithë që ti fillimisht e famshme me filmin, e bërë? Unë si me teatrin, si me filmin, i kam pas shumë ere si eksperjenca. Të dy më kanë shtyrë, më kanë larguar, më kanë dashur. Teatrin e kam fituar vetë. është një dashuri që cilën e kam rritur vetë dhe kam mundur të fitoj vetë. Filmi nuk është gjitha që mundur, sepse është tjetër lloj prodhimi. Por, pas 20 vjetësh pauzë në kineman, kam mundur të punoj edhe në projekte modeste ndërkombëtare, kuptojmë, se ne problemi i gjithë sistemit të artistëve shqiptar është se s'ka sistem komunikimi në të barabartë me Evropën ku ne po pretendojmë të hymë. Dhe jo se s'ka talente apo se s'ka njerëz të cilët meritojnë të tjenë pjesë e arenës ndërkombëtare, aty ku munden me talentin e tyre në kinema. Më mirë filmi, më mungon filmi po, më mungon më pak sepse kam patur bashkëpunime, edhe jashtë këtij vendi tonë, nuk jam as në sistemin e kinematografik, pra është një rreth të Shqipërisë, por kam oferta bashkëpunimi. Nuk je në rreth, kam përshtypjen se ajo... Nuk jam as në drejt teatrit, po kjo s'ka rëndësi. Të qenit jyt e drejt për drejt, mos të ka prishur pak punë? Mbase. Më e drejt për drejt se ç'duhet? Po më ka prishur punë që nuk kam sasi në karrierë, po më ka bërë unike edhe kam pagu çmimin e lirisë. Që cila besoj se është më e shtrenjtë se sa edhe paqes, se sa çdo sasi rolesh të realizuara, të cilat i kam meritu t'i bëj, por nuk kam në i keqardhje, sepse fle e qetë natë. Ema, më ankojës, nuk po ta them se kush, po një kolegja jote aktore, thoshte artistët janë të varfër Janë të varfër në Shqipëri, të pasur shpirtërisht, por të varfër shumë financiarisht. Ajsa shpesher detyrohen të ulin kokën, të bëjnë kompromise. No, kjo është justifikim pastaj. Kjo është justifikim. Dhe po ta thot një njeri në jetën e cilit ka njohur dhe urinë. Urinë reale. Në cilën periudhë të jetës? Unë kam filluar të... Dëgjojmë shpesh aktorët Hollywoodit që tregojnë për shumë Sylvester Stallone që thotë e pagova me parat e fundit që kisha në xhep për Rocky Balboan dhe edhe ai në një farë krize urie, por pastaj suksesi i jashtëzakonshëm. Kur ka qenë periudha jote e vështirë? Ka qenë natyrisht periudha kur unë vendosa të jetoj vetëm me vajzën time. Unë vendosa. Rrethanat erdhën të tilla. Nuk ka rëndësi, pra është një zgjidhje e jetës personalit, e cila nuk duhet të ndikonte në jetën profesionale, po në fakt ndikoi, sepse gjykimi, largimi, shtytja, të priturit që kjo grua tani do t'jetë viktima që do të bëjat kompromisin për cilin ti sapo fole, ishin shumë të mëdha ato pritshmëritë e cilat unë i trahtova të gjitha, sepse vendosa të bëj jetën time dhe të respektoj çdo lloj pune, për të ringritur, për të pas një ekonomi mbijetese, e pastaj, por artje nuk e trahtova. Mua më duket, e di pse e them këtë, se nuk është çështje, njeriu duhet me rezistu. Unë flas për eksperiencën time, dhe që ulet koka, bëhet kompromisi me gjithë qenien tënde, pra ti fillon ndryshon sistemet e tua të brendshme, mënyrën si e rritur, i prish punë vetes, por dhe atyre të cilët nuk e kanë këtë sistem, sepse gjen mënyra bën sakrifisë shumë të madhe për të fituar gjërat vogla. Një aktore meriton punën. Dhe për këtyre sjelljeve është kriju mentaliteti që aktorit kur i ofron një bashkëpunim i bën nder. Ndihet shpesh... Duhet jetë e kundërta. Jo, është një bashkëpunim. Bashkëpunim, po. Është një bashkëpunim se në gjithë botën. Dhe këto sjellje u bën fatkeqësisht standard një periudhë. Por, më vjen keq
po nuk jam dakord me Mikeshën tënde, kur e justifikon ulljen e kompromisin me iden kam nevoj. Unë jam i pranoj njerëzit që bëjnë kompromise, por jo me këtë justifikim. Çdo njerëz gjetë vetë si do ta bëj karrierën. Dikush e paguan, dikush e zgjedh famën dhe prej famës të bëhet haraqin të gjithë ta paguajnë kur t'i zbardhen flokët. E vërtet. Ema, unë thash pak më parë që Fausti rikthehet në teatrin kombëtar. Unë e them teatrin kombëtar, pavarësisht se thell unë e refuzoj që Art Turbinën ta quaj teatr kombëtar, sepse nuk është ashtu. Pas 5 vitesh që shembur teatri kombëtar, e ndjen mungesën edhe pse aty po ndërtohet, ende nuk e dim se ç'po ndërtohet, po të mungon ajo skenë e bukur ku je rritur profesionalisht? Nuk jam rrit atje, unë, por nuk ka lidhje, sepse ajo ka qenë. Ajo ka qenë, se s'ka pasur tjetër. Mua më mungon një skenë profesionale. Pra, një skenë që të mbaj era e drasave. Dhe më mungon jo vetëm skena profesionale, si e tillë, më mungon profesionalizmi me të cilin dhe respekti me cilin trajtohen ata që japin energji ata ato drasave, në qoftë se do të më lejohet të bëja një metaforë krejt naive, se si jam shkrimtare. Dhe në momentin kur ata që japin frim, ata ato që japin frim dhe japin kuptim materjes, presin derisa të gangrenat, e si puna ati pacientit kimave. Pacienti vuan, të fillon të bërtas kur gangrena i ka shkuar ditën e fundit. Doktori i bërtet, infermeria ulërin, ai që ka ndërtu krevatin ulërin, në fund fare, vdekja fiton. Dhe mua nuk më pëlqen që këto çështje të rëndësishme t'i trajtojmë në formë poetiko-patetike, se nuk të çon gjekundi, të fakti që më mungon apo jo mua nuk zgjidh asgjë. Jo, çështja është i mungon të gjithë komunitetit, ne të vëmend që ta kërkojmë çdo ditë ç'është e drejtë dhe parimore, gjithë bashkë, dhe mos kujtohemi në fund, se kur kujtohesh në fund do manipulohesh për vdekjes. Dhe absolutisht frika ndaj vdekjes do të bëj të manipulueshme. Dhe në fund fare do fitoj vdekja. Ema, përveç se interpreton, ke marrë dhe këtë rolin e ri të producentes. Ka një rol që ti ende nuk e ke bërë dhe se jo është momenti që duke qenë edhe në rolin e producentes mund ta vësh veton ti për ta sjellë në skenë. Pra jo duke pritur një ofertë të një regjizori. A din që unë nuk e di cila është ngjyra ime e preferuar, nuk e di cili. Unë kur prodhoj kam nevojë për me thënë diçka, për te aktrimit. Kam dash me punu me çështjet e komunizmit, me gruan që s'ka trup gjatë komunizmit, me gruan e sotme që vuan, me ironinë e jetës, me Mefiston që jeton edhe takojnë për ditë edhe hiqet si i e shenjtor edhe nderohet nga me absurditetin e cilën jetojmë. Çfarë më dhëm më shumë me gratë në burg, çfarë më dhëm më shumë me atë dua të flas. Dhe shpesh nuk është gjithmonë forma teatri, shpesh janë bashkëpunime sociale o artistike, ku unë nuk jam protagoniste, thjesht shty të tjerë. Më pëlqen të shoh një produkt i cili nuk mban vulën time, më pëlqen jo të delegoj, të lë të jesh një pjesë e STR-s dhe jo të njësohesh me ta. Të lësh një trashëgimi, një brezi që beson se përmes artit mundet të komunikoj. E besoj akoma këtë gjë, dhe kështu që nuk e kam këtë formën të formëzuar se çfarë më mungon në raport me lejo të them jo teatrin, po me artin. Aq më mirë sepse atëherë jeton pak pengje, jeton e lumtur. Kjo hapësira mund të më frymëzojë mua të bëj një shfaqje performative, ironike për gazetarin. Të falenderoj shumë që ishe në studio, edhe njëherë rikthimi jot në teatrin Art Turbina me Faustin në dhjetor mund ta shihni sërish Ema Andrean në skenë, si gjithmonë të mrekullueshme në skenë dhe në jetë. Faleminderit që ishe në një grush, faleminderit që ishe në emision, sepse pas pak
të ftoj të ndjekim bashkë, kemi një grush librash, me njerë pas publicitetit, me një intervjist vërtet shumë bukur me Juna Anagnostin. Jemi vetëm pak javë nga ndarja nga jeta e regjizorit të madh Dimitër Anagnosti, por ai fatmirësisht, para se të ndaj nga jeta, arriti ta shohë të botuar atë që mund ta cilësojmë si testamentin e jetës së tij, një vëllim me poezi, me meditime, të titulluar Treni ADN. Është trashëgimia artistike, poetike, pse jo dhe njerëzore e Dimitër Anagnostit. Flasim për të me të bijën Junën me njëherë pas publicitetit. Bashkë do të shihemi sërish nesër. Mirupafshim. Ema, faleminderit.